Dhe fjala e Zotit ishte mbi të gjitha veprat që kishte bërë. Më kujtove gjatë kohës që po flisje për këtë mënyrën e peshorës, më kujtove ato dy njerëzit që afrohen te në Kur'an që thotë për sa pak na e fali Zoti jon neve thot xhenetin, thotë vetëm pse i than apo e mytni një njerëz tha fiksure Yasin. Po, fiks. Atëre prandaj domethënë insistonte ai shumë profeti sallallahu alajhi wasallam tek xhaxhai vet për çështjen e shahadetit. Po. Xhaxhai vet derisa ishte në shtratin e vdekjes nuk ishte besu. Biles ishte nga ato që i shoqëronte shok. Subhan. Dhe pejgamberi i shkoi tek shtrati i vdekjes dhe i thoshte se e donte xhaxhain e tij dhe ai e kishte mbrojt, po e kishte mbrojt për interes të fesit, të fisit, jo të fesë. Sedra, ai ishte tradit. I tha o xhaxhai, thuaj la ilaha illallah, ta kem si argument para Zotit ditën e gjykimit. Për shejtanllëk vjen Ebu Xehli, vjen gjithë ato paria e Mekës edhe ato ke shtrati dhe i thoshin a do ta lesh fen e baballarëve tuaj, dhe prindi atëherë kishte shumë autoritet. Dhe e vund në sedër fjalën e fundit vend me e thon la ilaha illallah, ai tha po vdes në fenë e baballarëve. Pra u ndiku. Dhe njerëzit i thonin pejgamberit, po këto besimtarët që e lanë mos besim, i thoshin çai vleti atij që të ndihmoj ty. Dhe pejgamberi tha për respektin që ai ka pas ndaj meje, do t'i lehtësohet dënimi zjarr në xhenemit. Në atë kohë vëlla, në atë kohë njerëzit, pejgamberi kur vinte fjala Zot, fjala la ilaha illallah, çdo gjë tjetër ishte shumë e vogël. Për shembull, tregohet për Usamen, një shok i pejgamberit e donte shumë. Vjen armiqt për t'i vrarë muslimanët, dhe këto dalin për t'u mbrojt. Gjatë luftës, thot Usame, shoh njërin, ishte jegër ndaj muslimanëve vëlla. Ishte dhe i fortë dhe vrau një, vrau dy. Dhe Usame thot i dola përballë. Luftu më ashpër dhe unë e munda thot. Kur e hodha në tokë, e drejtova shpatën për ta vrarë. Në luftë, kishin ardhur për t'i vrarë. Dhe thot ai, tha la ilaha illallah. Tha ai, la ilaha illallah, dhe Usame mendoi me vete, ky po më thot la ilaha illallah tani, deri tani po na vriste, edhe e vret. Si çdo bën kushdo. Shokët e dëgjojnë. Mbaron lufta dhe kthehen. Pejgamberi nuk ishte në këtë luftë. Dhe i thojnë, kur i tregojshin, disa i thanë, o i dërguar i Zotit, ka ndodhur ngjarje. Usamja, mbasi njëri u rrëzua, ai tha la ilaha illallah, Usamja e vrau. Dhe thojnë, u skuq pejgamberi. Rall mërzitej. Rall skuqe, i zakonisht ishte besamën, i pusjesh. Si thot ai ishja, thot Muhamedi, i dërguar i Zotit, ishte si gjithë burrat e juaj, thotë grave, vetëm sa ai ishte besamën, ai ishte gjithmonë i pusjeshur. Njeri me të knaq shpirtin, asnjëherë nuk ta depërtonte stresin ty, edhe nëse ishte i mërzit. Në këtë rast, vëllai i dashur u skuq dhe tha ma thirrni Usamen, edhe vjen Usame. Thotë Usame, dëgjova kështu, e vërtetë është? Po e kishte edhe e mori shumë lirshëm Usame. Se nuk kishte diturinë e pejgamberit alayhis salam. Tha po i dërguar i Zotit, se ai po na luftonte neve. Unë e munda dhe ai tha la ilaha illallah për të shpëtuar nga vdekja. Po unë nuk e lash, e vrava. O Usame tha, e vrave me të vërtet mbasi tha fjalën la ilaha illallah. Herën e dytë e kuptoi Usame që çështja është pak më serioze. Papa ulis temi dhe po i dërguar i Zotit, po ai po e bonte për syfajsi, donte me shpëtu. Ai vrau një ose dy prej muslimanëve. Pejgamberi e ngriti intonacionin. Tha Usame, a e vrave një njeri mbasi tha la ilaha illallah? A ja hape zemrën me e pa, e tha me sinqeritet, apo e tha për syfajsi? Edhe thot Usame, ja tregon vetë, kam ngel, thot aq keq, sa gjëja parë doja të më hapej toka dhe të futesha poshtë saj. Kur kuptova gabimin që kam bërë me pasionin që unë pata për ta vrarë, me fjalën e madhe të shahadetit që ai tha. Dhe e dyta thot, dëshirova që t'ishte çasti që unë u bëra musliman dhe kjo ngjarje mos më shëndodh më përpara. Pra pejgamberi e donte shumë Usamen. Kishte qenë rrugë të Zotit, duke mbrojt gjithë qytetin që mos të vishin tjerët me i vra. Ato vet, pejgamberin edhe njerëzit dhe fëmijët me ia marr pasuritë. Por kur bëhej fjalë për emrin e të madhit Zot, pejgamberit alayhis salam ju drithte shpirti dhe zemra dhe ja dinte vlerën sundusit suprem të universit, i tha 3 herë, a ja hape zemrën, tha, dhe ta shikoje, e tha me sinqeritet apo e tha me syfajsi.
pra i tregoi vlerën e madhe që ka shahadeti, vlerën e madhe që ka fjala la ilaha illallah, vlerën e madhe që ka të përmendësh sundusin, ato buzë që përmendin fjalën Zot janë buzët më të bekuara. Se kam përmend atë që as buzët dhe as mendja dhe as shumica e njerëzve nuk e din se sa i madh është ky Zot që na ka kriju. Në Kur'an thotë i gjithë fuqishëm, i gjithë pushtetshëm, s'ka fillim, s'ka mbarim. I thot diçka e bëhu, ajo bëhet në qast. Ka kriju 7 qejt edhe tokën dhe imagjino një nga emrat e atij është Khalik, krijues, po krijues jo vetëm 7 qejt dhe tokën me fillimin e Big Bangut, por krijues në pafundësi dhe krijues në pafundësi dhe universi është gjë e vogël e krijimit tim madhështor dhe ne dim shumë pak nga ky univers. Imagjino ai që ka krijuar në pafundësi se kush është sa i madh dhe ty si njeri ti pet shansi ta përmendësh emrin e tij. Aq e madhe është kjo punë dhe kush mund ta tinte më mirë vëlla se sa pejgamberi alayhis salam. Prandaj edhe atij që e donte shumë i tha kujdes, mos guxo, kur përmendet fjala e Zotit bësh veprime të nxituara.